Selamu alaikum o gja. Mëkati i Ademit a.s. A është sikur se mëkati jonë ne që bëjmë ditëve të sotshme? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ademi alayhi salatu wassalam e ka bërë gjunahin në xhenet. Në vend ku të gjitha fritat edhe hajët e pijet i ka pas të leju me halal, kurse një pemë, një frit e ka pas të ndaluar. Këto është me argumente kuranore, profetike, që qështu është. Është diskutabile a ka qenë në xhenetin khuld, xhenet që mo nuk dali shpiti si të hinsh, apo xhenet i dynjas mbi qiellin e parë dynjas. Ka transmetime që Ademi ka qenë në xhenetin mbi qiellin e parë të dynjas. Qësaj dynja që po jetojmë. Këtu ka mohabet edhe ma të gjone. Si të qoftë, Ademi e ka pa një gjëna lakmije. Shejtani e ka shti me, ka thonë, nëse t'je hanë këta, dhe t'jesh gjithmonë këtu. Dhe më thonë, gjunah lakmije, më katë prej lakmije. Që kur e ka bon, e ka hangër pemën me bashkë me gruan, kanë bë tobe i stikfar, sepse ka lakmuar një gjatë tjilë. Epshe kështi me lakmuar. Lakmija e hajës. Kurse shejtani ka bon një gjuna tjetër. A i nuk e ka bon gjunahin si të Ademit që me bë tobe i stikfar. Po kur Allahu Gjallë Gjellalu ka lip i ti, ka thonë, unë jam maj mirë së Ademi, ka bo qibër, galomani, e ka pa vetin të madhë, pra ne e ka pa falë shumë gjunahin shejtani, se më katin e ka dëbom edhe plus me kibër, pa falë shumë. Ademi ju ka falë. Po çka është më rëndësi? Gjunahët tona në dynja, me të Ademit ka ndalim. Qysh ka ndalim? Ademi kur e ka hangër pemën e ndaluar, është vesh me havën nga trupi. Allahu e ka zvesh. Specifika janë këto neve me Ademit, specifikat e umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai kur e ka hangër pemën, është zvesh nga trupi. Na e ha me bëjmë gjunahin, Allahi nuk na zvesh. Përkundrazi na mbron, na mbulon. E bëjmë gjunahin edhe nuk na zvesh nga trupi. Nuk na bën cullak. Shiko pa dallimi me Ademi. Ademi kur e ka bon gjunahin, Allahu e ka qitë pi xhenetit. Na kur e bëjmë gjunahin, bëjmë tobe istikfar, kena me hinë xhenet, e kundërta. Ademi kur e ka bon gjunahin, Allahu e ka da burë e grua. Hajde, veç keni me dalë në dynja. Na bëjmë gjunahin, bëjmë tobe istikfar, prap jam i bashkë me grua. Shiko çfarë dallimi na umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. S'ka thonë kote pejgamberi për Musën, ka thonë, leu kane Musa hajjen ma tëbjahu, ma vësjahu i lëttibai. Me pas konë Musa gjallë, s'kish pas qare veç se me më pasua mua, pra si pas Kur'anit famlartë. Shiko Ademi, edhe plus asaj, një herë zhvesh, plus ka dalë pi xhenetit, plus o da prej havës, Ademi dhe Hava, na bëjmë gjëna, as nuk ndami, as nuk dalim pi xhenetit, për kundrazi bëjmë tobe istikfar, kena me hynë xhenet, as nuk gjveshimi nga qka për asaj e kemi specifik, do me thënë, khasais umet Muhammed sallallahu alaihi wasallam fi tobe. Pra ne e lusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që të gjithë kush për i ndëgjëm këto gjëra, me plot nderë e respekt ju kemi, ju bëjmë, robi duhet me bën tobe istikfar çdo ditë, më thonë, astaghfirullah. Për arsye se prej umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kush bën tobe istikfar, ka thonë Allahu në Kur'anin Kerim, yubeddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu ja ndron gjunahat e tyne, ja u bën sevape. Edhe na po themi, ja Allah, gjunahat që kemi bën, edhe do të bëjmë hala, vazhdojmë bëjmë, se robi deri dhe se bën gjunahat, edhe sevape, normal robi bën. Allahu Gjellëshanu ne fal gabimet, edhe ne ndryshoft gjunahat që bëjmë,
në sevape inshallah taala. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad.